Le të tregojmë shpejt e shpejt disa të vërteta që askush nuk ti tregon. Nëse dëshiron që të dish se çfarë ndodh vërtet në prapaskena dhe cilët janë ato të vërteta që rrallë thuhen hapur, atëherë dëgjoje këtë video deri në fund. Kemi parë për vite me radhë dieta magjike të cilat vinë dhe ikin shumë shpejt, por në fakt nuk është se japin rezultatet e duhura. E vërteta është se industritë e dobësimit fitojnë miliona, miliarda duke mbajtur gjëra dhe duke i bërë shumë të komplikuara. Domethënë sikur vetëm ata japin zgjidhje situatave dhe jo njerëzit vetë. Ndonjëherë jo vetëm kalorit janë ata që bëjnë punën më të madhe në humbjen e peshës, por edhe hormonet. Nuk mund të humbasësh peshë nëse insulina juaj është vazhdimisht e lartë. Insulina është hormoni që depoziton dhjamin. Nëse ha vakte të vogla çdo 2 orë, siç këshillojnë shpesh, ti nuk do t'japësh kur trupit tënd mundësinë që të djeg dhjamin ekzistues. Pra trupi minimumi ka nevojë për 4 orë nga vakti në vakt që të ketë mundësinë që të procesojë dhe të përpunojë ushqimin që ti ke ngrënë. Pra të hash mëngjesin, 4 orë pushim minimumi, të hash drekën, 4 orë pushim dhe të hash darkën. Pra jo këto snack, jo gjatë gjithë kohës të deri frigoriferi duke kapur ndonjë gjë, sepse gjithmonë pasi ne ham diçka, insulina rritet në trupin tonë dhe insulina do ta mbajë dhjamin të bllokuar dhe nuk e lejon që dhjami të shkrihet. Pra do të jetë shumë e vështirë në momentin që rritet vazhdimisht insulina, do e kesh shumë të vështirë të humbësh peshë nëse han vazhdimisht dhe nëse han çdo 1 orë apo gjatë gjithë kohës fut diçka të vogël, atëherë do e kesh shumë të vështirë të humbësh peshë. Dhe idealja do të ishte që pa diskutim të mos konsumoni më pas orës 7 të darkës, 6-7 të darkës deri të nesër mëngjes. Pra të bëni një fasting 16 orash. Mund të pini ujë, çaj gjatë kësaj kohe, por që t'i jepni kohë trupit tuaj 16 orë dhe ai do të djeg të gjithë yndyrën që keni në trup gjatë natës, gjatë këtij procesi, sepse nuk do ketë më ushqim dhe nuk do rritet insulina dhe do bëhet shumë e thjeshtë që të digjni yndyrën e tepërt. Gjumi e dyta është shumë më e rëndësishëm se sa vetë stërvitja. Mund vraposh 10 kilometra çdo ditë, por nëse ti fle vetëm 5 orë, nuk do të dobësohesh dot aq sa duhet. Sepse sekreti qëndron, mungesa e gjumit rrit kortizolin. Kortizoli është hormoni i stresit dhe gjithashtu grelinën, i cili është hormoni i urisë. Dhe është shumë e thjeshtë kur ti je stresuar, je e uritur, çfarë do bësh? Normalisht që do konsumosh ushqim më shumë se ç'duhet dhe më shumë se sa ti ke realisht nevojë. Dhe trupi kryesisht do të kërkojë më tepër sheqer dhe brumra, sepse sheqeri është si një bumë energjie, pra në momentin që sheqeri tretet, trupit i vjen një bumë energjie dhe ai do të kërkojë energji të shpejtë dhe normalisht do të hajë gjëra të ëmbla dhe brumra. Nuk janë të mira nëse ti po kërkon të humbasësh peshë normalisht. Prandaj, në këtë rast duhet flini të paktën 7 deri në 8 orë gjumë. Okej, minutat pas kanë kaluar, do të bëjmë një part 2 me pjesën tjetër të sekreteve realisht për të humbur peshë. Më ndiqni dhe do të dëgjohemi.